Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Prokuroria Speciale e Kosovës në bashkëpunim me hetuesit policor për hetimin e krimeve të rënda dhe kryeprokurorin e prokurorisë themelore në Prizren kanë arrestuar prokurorin Beq Shala në ndyshimin se ka kryer veprën penale marrje e rishfetit. Sipas njoftimit i dyshuari, prokurorin në prokurorin themelore të Prizrenit është arrestuar në vendin e punës. Në njoftim thuhet se Prokuroria Speciale së bashku me policin janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore në përputhje me kodin e procedurës penale dhe ligjet në fuqi. Në anën tjetër, seanca gjyqësore ndaj 3 të akuzuarve për rastin Banjska është shtyrë. Gjykata themelore në Prishtinë ka njoftuar se arsyeja e shtyrjes së seancës është që gjykata e Shkupit nuk ka mundësi ta bëjë lidhjen me videokonferencë pasi pajisjet nuk janë funksionale për dëgjimin e dëshmitarit të paraparë. Gjykata ka bërë të ditur se lidhur me caktimin e datave të radhës në këtë çështje penale, palët do të njoftohen paraprakisht përmes ftesave. Në seancën e kaluar është paralajmëruar se do të dëgjohet një dëshmitar nga Maqedonia e Veriut, i cili do të dëshmojë përmes videolidhjes shkaku që këtë ja mundson bashkëpunimi gjyqësor. Njëzet 26 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë, generali amerikan Wesley Clark rikthehet edhe një herë në qendër të vëmendjes. Njeriu që udhëhoqi fushatën ajrore të NATO-s për t'i dhënë fund spastrimit etnik të regjimit të Miloševićit do dëshmojnë në dhomat e specializuara në Hag, në mbështetje të Hashim Thaqit dhe krerëve të UÇK-s. Dëshmia e tij autorizuar zyrtarisht nga qeveria amerikane pritet të ketë peshë të madhe në procesin gjyqësor që po zgjat që më shumë se 5 vjet. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka arritur në Riyadh të Arabisë Saudite me ftesë të princit të kurorës Arabisë Saudite Mohammed bin Salman për të marrë pjesë në iniciativën për investime të ardhshme. Në njoftimin e presidencës bëhet e ditur se Osmani është pritur me nderime ushtarake. Ky forum i njohur si një nga ngjarjet më prestigjioze globale për investime dhe inovacion mbledhues botror, drejtues të korporatave më të mëdha ndërkombëtare, investitor dhe ekspert të teknologjisë e politikave publike për të diskutuar idetë dhe strategjitë që do të formsojnë ekonominë dhe shoqëritë e së ardhmës. Mandatari për formimin e qeverisë re Albin Kurti nuk arritur që t'i sigurojë 61 votat e nevojshme për të nisur një mandat të ri në pushtet. Nga 110 deputetët sa ishin dje në sallën e kuvendit, për votuan vetëm 56 deputet, 52 ishin kundër e 4 abstenuan. Përfaqësuesit e partive politike kritikuan Kurtin dhe kërkuan zgjedhje, ndërkohë nga presidenca pritet të ftohen partitë për konsultim dhe me që ato janë deklaruar se nuk kanë numra për formimin e qeverisë, mbetet të caktohet data e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Sipas kushtetutës, zgjedhjet duhet të mbahen brenda 40 ditëve nga data e shpalljes së zgjedhjeve. Rreshjet e dendura të shiut gjatë tërë natës kanë shkaktuar vështirësi të shumta në disa lagje dhe fshatra të komunës së Prizrenit. Për më shumë detaje do të lidhemi drejt për drejt me gazetaren ton Nora Gjuzi, e cila sjell hollësi për situatën e fundit me vërshimet në komunën e Prizrenit. Përshëndetje Nora, si është situata me vërshimet në komunën e Prizrenit? Përshëndetje Njomza, përshëndetje edhe për shikuesit që tashmë po na ndjekin. Ne saktësisht jemi në fshatin Vlashnje të komunës së Prizrenit. Kujtojmë që rreshjet e mbrëmjes, pra mbrëm që kanë qenë me një intensitet shumë të shtuar,
kanë shkaktuar vëshime edhe në për disa lagje të qytetit të Prizrenit, por ajo që ka psuar më tepër është fshati i Vlashnje këtu, ku edhe për momentin po shohim shtëpi tashmë të përmbysura, ndërsa për të folur për gjendjen, si po vazhdon të jetë, kemi këtu kryetarin e fshatit, Petrit Hoxha. Petrit, faleminderit shumë për kohën dhe mirë se erdhe. Mirë se erdhat dhe ju, për të parë se në çfarë gjendje do thot është një pjesë e fshatit Vlashnje, të cilët pas rreshjeve të shiut kanë dëmtuar shumë shtëpi që janë në pjesën rreth xhamisë së fshatit Vlashnje, ku këtu ka dëme të mëdha të cilat familjarët me nxit do thotë i kanë ndërtuar shtëpitë e tyre. Ndërsa këtu jemi te disa shtëpi ku në këtë lagje do thotë të gjithë janë mërgjimtar dhe i kanë mbyllur shtëpitë e tyre dhe mbrëm kanë pas sepse uji është duke dalur nga podrumët e shtëpive të tyre. Po sa kohë kemi gjendjen kështu? Për sa vite? Kjo nuk është hera parë, këtu muj me thonë që në këtë gjendje të merueshme është hera e dytë ose e tretë, ndërsa ka edhe prej rreshjeve pak më të dobta që ka, mirë po kjo është e patolerueshme. Këtu si shkaktar është edhe gypi i kanalizimit apo ujrave të zeza të cilët kalojnë do thotë në këtë pjesë dhe është i mbushur me ujë dhe me gjëra të tjera të cilat po e bëjnë edhe pengimin e rrjedhës së ujit në Lumbardh. Sa herë keni kërku që të bëhet zgjidhje për këtë problematikë? Jo vetëm ne, por edhe shumë nga lokalitetet kanë shku, do thotë në institucionet përgjegjëse, mirë po institucionet njëna tjetrës e fajsojnë se jo i ka fajt hidroregioni, kënena hidroregioni thotë që ka fajt komuna, mirë po duhet bërë zgjidhja dhe halli i këtyre banorëve të fshatit Vlashnje sepse po dëmtohen shtëpitë e tyre. Ne si lokalitet, si banor të fshatit, ne dojmë që të kryet puna, ndërsa institucionet në të mirën vesh me zveti se kujna i takon përgjegjësia për pastrimin e gypit kryesor të kanalizimit, të cilët sot shtëpitë e mërgjimtarëve tonë janë të mbushura me ujë. Cila do t'ishte zgjidhja sipas banorëve këtu përpas pastrimit të gypit? Ne, unë si përfaqësues i këtij lokaliteti, veç e kemi do thotë është në projekt tenderi dhe është nënshkruajt kontrata që shumë shpejt ka pas për me fillu zgjidhja e kësaj lagjës për një kanalizim do thotë gypa të ri, ku bëhet zgjidhja njëherë për gjithmonë për këtë lagje, duke ndërprerë do thotë çasjen në gypin kryesor dhe duke u lidhur në gypin tjetër që do të bënte zgjidhjen për këtë vend, sepse ky vend është vend i rrafsh dhe nuk ka do thotë çasje për mu derdh ujë diku tjetër përposhtë se me hyrë në për shtëpi. Tash keni mbetur kështu për momentin, vetëm zjarrfiksat kanë qenë, çfarë ju thanë? Kanë qenë zjarrfiksat, kanë po do thotë gjendjen, kanë kthyer dhe thanë që përgjegjësia është e hidroregioni duhet marrë me pastru gypin kryesor sepse është zonë me bërllogë dhe me zallë dhe ndërsa shtash ne veç jemi duke po këtu që uji nuk është tu shku, do thotë sepse është i zonën komplet gypit kryesor i kanalizimit të fshatit Vlashnje. Të falenderoj shumë. Me dëshirë. Njomza, këto ishin informacionet e fundit për rreshjet që janë shkaktuar në fshatin Vlashnje të komunës së Prizrenit. Dua të theksoj faktin se mbrapa kamerave po qëndrojnë edhe të gjithë mërgjimtarët që brëm kanë marrur rrugën këtu për të pasur shtëpitë e tyre dhe për të sanuar nëse do të kenë mundësi, ndërsa neve na thanë që kjo është një gjendje që ata nuk mund ta përballojnë çdo vit sa herë që ka rreshje këtu. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë, ndoshta atë për të parë nëse do të ketë autoritetet lokale të cilët do të mund të vinë dhe për të ndihmuar këta banorë që tashmë janë të përfshirë nën ujë për shkak të rreshjeve të mbrëmshme. Kaloj linjën tek ju në studio nëse nuk kemi pyetje tjera. Vetëm të falenderoj për të gjitha informacionet dhe intervistën që na i solle nga komuna e Prizrenit, unë të uroj punë të mbarë. E ne të nderuar shikues vazhdojmë me një lajm nga sporti. Kombëtarja e Kosovës në netball ka nisur përgatitjet për 2 ndeshjet e fazës së parë të kualifikimeve për Kupën e Botës 2027. Trajneri i kombëtarës së Kosovës në handball, suedezi Jasper Oslund, ka shpallur listën e parë të lojtarëve që do të përfaqësojnë vendin në ndeshjet e ardhshme ndërkombëtare.
Pas emërimit të tij me 2 shtator, Ostlund ka nisur me njëherë punën për të ndërtuar një ekip të fortë dhe konkurrues. Në listën e parë, përgjithësi suedez ka përfshirë 18 lojtarë, të cilët u grumbulluan sot për të nisur fazën e përgatitjeve për ndeshjen ndaj Britanisë së Madhe. Jasper Ostlund, i njohur për përvojën e tij në Suedi dhe punën me ekipe elitare, është shprehur i entuziazmuar që po fillon aventurën e tij me Kosovën. Ostlund ka për objektiv ndërtimin e një skuadre që synon rezultate konkrete. Sipas trajnerit, përgatitjet për ndeshjet e ardhshme do të jenë të shkurtra, por shumë intenzive. Ai ka theksuar se ekipi duhet të ruajë përqendrimin maksimal dhe të jetë i saktë në çdo detaj, pasi përballja me Britaninë e Madhe përfaqëson një sfidë serioze që kërkon disiplinë, vendosmëri dhe bashkëpunim të plotë mes lojtarëve. Objektivi kryesor është që skuadra të jetë gati fizikisht dhe mendërisht për të dhënë më të mirën në fushë dhe për të përballur me sukses një kundërshtar të fortë. Ndeshjet me Britaninë e Madhe do të shërbejnë si testi i parë për trajnerin e ri dhe për ekipin që ai po ndërton. Federata e Handbollit e Kosovës shpreson se me ardhjen e trajnerit suedez do të hapet një kapitull i ri suksesi për handbollin kosovar. Përgjithësi Ostlund dhe lojtarët e tij do të kërkojnë të tregojnë se Kosova është gati të ngrejë nivelin e handbollit përfaqësues dhe të sfidojë me dinjitet kundërshtarët evropian. Ndeshjen e parë, Kosova do të zhvillojë të mërkurën prej orës 18 në derbit të Anglisë, ndërsa ajo e kthimit zhvillohet me 2 nëntor nga ora 17:15 në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë. Presidenti i Argjentinës fiton bindshëm në zgjedhjet afatmesme duke marrë kontrollin e Senatit dhe dhomës së ulët, të cilat i sigurojnë vazhdimin e masave radikale ekonomike. Presidenti i Argjentinës Javier Milei e ka udhëhequr partinë e tij drejt një fitoreje dërmuese në zgjedhjet afatmesme të së dielës, pasi përcaktoi 2 vitet e para të presidencës së tij me shkurtime radikale të shpenzimeve dhe reforma të tregut të lirë. Partia e tij, La Libertad Avanza, fitoi gati 41% të votave duke marrë 13 nga 24 vendet në Senat dhe 64 nga 127 vendet në dhomën e ulët që u kontestuan. Fitoret e tij do ta bëjnë shumë më të lehtë për presidentin të ecë përpara me programin e tij për të ulur shpenzimet shtetërore dhe për të deregulluar ekonominë. Para votimit aleati i Milei, Donald Trump e bëri të qartë se ndihma prej $40 miliardë e shpallur së fundmi nga SBA-ja për Argjentinën do të varet nga ruajtja e momentumit politik nga Milei. Mbështetësit e tij e mirëpritën këtë, megjithëse kritikët e akuzuan Donald Trumpin për ndërhyrje në zgjedhjet e Argjentinës. Para këtyre zgjedhjeve, partia e tij kishte vetëm 7 vende në Senat nga 37 dhe 37 në dhomën e ulët, e cila bënte që programi i tij i shkurtimeve dhe shpenzimeve, por edhe reformave të përballej me pengesa të ndryshme politike. Vetot e tij ndaj projekt ligjeve për të rritur fondet për universitetet shtetërore, personat me aftësi të kufizuara dhe kujdesin shëndetësor për fëmijët u përmbysën të gjitha nga ligjvënësit e opozitës. Këto zgjedhje ishin testi i parë kombëtar i popularitetit të presidentit Milei, që kur ai mori detyrën në vitin 2023 duke u zotuar të zvogloj shpenzimet shtetërore, duke përdorur një sharrë elektrike metaforike, ndërsa përdori një të vërtet gjatë tubimeve të tij të fushatës. Spliti i Kroacisë ka dhuruar një spektakël me lundra si pjesë e një festivali të detit. Si pjesë e festivalit, kohët e detit dhe ushqimit, porti i Splitit u shndrua në një skenë për valsin nën vela, një spektakël mahnitës ku anijet dhe barkat tradicionale me vela vallëzuan në ritmin e një valsi mes dritave dhe valve. Pavarësisht motit sfidues, pjesëmarrësit festuan traditën, artizanatin dhe lidhjen e qëndrueshme mes Splitit të detit.
Një shfaqje unike valsi nën vela, që është një spektakël drite, deti dhe anijësh tradicionale, u zhvillua si pjesë e festivalit. Një numër anijësh tradicionale dhe barkash më të vogla me vela të gjitha klasave lundrua në ritmin e valsit, duke treguar se çfarë ofron Spliti apo Mesdheu. Nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.